Kartoni i verdh i Rej Manajt pas festës me Shqipojnë në Serbi ka sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale dhe shumë kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve pasi një futbollist nuk mund të ndëshkohet pse bën simbolin kombëtar. Megjithatë, sulmuesi i Shqipërisë nuk është ndëshkuar për fest me Shqipojnë, të paktën sipas presidentit të FSHF-s Armand Duka. Duka deklaroi se Manaj u ndëshkua për festën në stolin e kundërshtarëve. Manaj dhe çdo futbollist tjetër mund të festojë me Shqipojnë sa herë të duan dhe asnjëherë s'do të ndëshkohen me karton të verdh. Rasti konkret është ndëshkuar me kartonin e verdh sepse është festuar në pankinën e ekipit kundërshtar, e cila mund të ishte provokim dhe të sillte trazira në fushën e lojës. Ky është interpretim zyrtar, vendimi i arbitrit. E thash edhe më parë, kartoni i verdh i jepet në raste të tjera, kur provokon kundërshtarin, spektatorin, ose kur heq bluzën pas shënimit të golit. Se feston me Shqipojnë, as nuk është ndëshkuar dhe as nuk do të ndëshkohet me karton të verdh, sa presidenti Duka. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.